Drejtuesit e autobusëve interurban janë ngritur sërish në protestë këtë të mërkurë, duke kundërshtuar vendimin e Bashkisë së Vlorës, e cila përcaktonte se data 10 shkurt ishte afati përfundimtar për zhvendosjen e automjeteve të shërbimit interurban ndërqytetas, si dhe ndërkombëtar në destinacionin e ri të përcaktuar, i cili do të jetë rreth rrotullimi pranë shkollës së aviacionit. Me gjithë protestat e shoferëve, vendimi u mor dhe tashmë ka nisur zbatimi. Një numër i lartë i shoferëve, kryesisht të linjave, të cilat lidhin Vlorën me qytetet e tjera, kanë zgjedhur të operojnë këtë të mërkurë në stacionin e vjetër. Ata theksojnë se stacioni i ri nuk ofron infrastrukturën e nevojshme për funksionimin normal të linjave, si hapësira të mjaftueshme për parkim, sinjalistik të përshtatshme, kushte sigurie dhe ambiente shërbimi për pasagjerët. Sipas shoferëve, një tjetër shqetësim lidhet me rrezikun e shtuar për aksidente rrugore. Ata deklarojnë se zona ku ndodhet stacioni i ri, pranë lidhjes së autostradës me rrugën transballkanike, është një segment me qarkullim të dendur mjetesh dhe manovrat e autobusëve në këtë hapësirë krijojnë situata të rrezikshme si për drejtuesit, ashtu edhe për qytetarët. Çfarë po ndodh? Ja na kanë sjellë një vendim. Bashkia për të larguar për të kastrati. Kastrati s'ka asnjë kusht asgjë. Ne jemi në gjyq tash me bashkim, ata s'presin. Ha, para do lëvizim, se s'nalëm. Nuk lëvizin, jo, nuk ka kushte. Po. Po tani ka vendimi që sot ka vendimi, për e të parë. Para ja 2 javësh na bën një paralajmërim me fjalë sa për dijeni, kurse sot kanë sjellë. Edhe vazhdojmë. Ju e kundërshtoni. Vetë la fare, sepse aty s'ka asnjë lloj kushte. Autostradë, rrugë. Njerëzit ku dorin. S'ka asnjë lloj kushte në rrugë. Në shi, në diell, s'ka kuptim fare. Rrugorja nuk ka firmosur për atë rrugë aty, se është rrugë nacionale. Ai ikën edhe të merr me gjithë, se të hapi bagazhin autobusi. Kështu që s'ka kushte. Gjitha vetëm për atë nuk po ikim këtu. Nuk ka asnjë lloj kushti. Ik në mes rrugës, tu hajde se është mes rrugës, po s'paktën ka dhe sa kushte. Ati jemi. Personi dhe gjykatat. Tani përderisa janë gjykatat, do vazhdojmë. Si të vendosim? Të bëjën terminalin me kushte, me lokale, me tualete, ka ardhë kot, qa gjobe do vendosh policia bashkak. Nuk ka drejt vendos fare gjobe. Autobusat edhe fugonat të bëj tualete, lokale, edhe pemë që të rrim pasagjerë. Shoqëritë e transportit interurban kanë nisur tashmë të ndjekin rrugën ligjore për të kundërshtuar vendimin e Bashkisë së Vlorës. Sipas tyre, stacioni aktual është më funksional, më i aksesueshëm dhe më i njohur për qytetarët. Për transportuesit, kjo lëvizje duket se nuk është shoqëruar me një plan të qartë funksional dhe pa u marrë parasysh realiteti ekonomik i linjave të udhëtarëve. Autobusët vazhdojnë të operojnë nga terminali i vjetër, ndërsa drejtuesit kërkojnë dialog me institucionet për të gjetur një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët. Ata kërkojnë që çdo vendim i arshëm të bazohet në kushte reale pune, sigurie rrugore dhe interesin e pasagjerëve.